Muslimëve dhe të Vatikanit dhe arkiva të tjera, ka shkruar një monografi për Bajram Curin, që ne kemi sot të derin dhe knasim ta kemi në mesin tonë. Kanë nxjerrë të dhëna shumë interesante, unë nuk e kam lexuar në librin, ma dha një libër që ta kem, por duhet t'ju përkujtoj se ky libër kushton 7 euro. Nëse dikush është interesuar pastaj ta porosis, mund të thoni mua edhe ne ja përcjellë mesazhin Markut, por e kisha lutur Mark Palikaj që na hedh një vështrim mbi jetën dhe veprimtarinë e Bajram Curit, sepse është një nga njerëzit që kanë një uri bukur të thella për këtë personalitet. Ju përshëndes të gjithëve, nga zemra me kënaqësinë më të madhe për kryetari i Komunës së Harrezit, kryetari i Këshillit Komunës së Krushës Madhe, drejtori i arsimit dhe kulturës për këtë vepër monumentale të vetë mbas vitit 90 në Shqipëri në Kosovë të bëme nga shteti. Dhe kjo është një hap që duhet publikuar në Shqipëri dhe në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni, duhet të përgëzohet sepse herojt dhe njerëzit me vlera nuk po vlerësohen, njerëzit janë kanë pas problemeve që nuk kanë lidhje me patriotizmin. Familja e Bajram Curit nuk është një familje si gjithë tjera. Në 5 breza u knohet kongë me çifteli nga rapsod popullor, Palësis Jakovs dhe të krejtë Kosovës. Hysen Kurti, gjyshi Bajram Curit, e kemi kamën këto, kemi të shkrume, ka të zonë, ka shkrume. Baba i ti, Shaqir Curit, knohet kama, ka tek në shpila në Vapashbenit, por i knohet kamë, edhe për me të tjera që ka ma, sepse Shaqir Curit, me 14 maj 1867, bashkë me Binak Haqin dhe me udhëheqës të tjerë kanë organizuar, kanë udhëheqë kërëmigjen që ka ndodhur në Kosovë nga 26 mushti 1866 deri me 6 mars 1863, për 2 vjet. Dhe mas marrëveshjeve që ka bërë shteti turk me rebelët që i qonin ata, unë po thonë nga dhejtarët, baraktari në ato e Krasniqës Binak Hadia ka kërkuar që Shaqir Curi bëhet çavush dhe është bën komandant Jandarmarie për Gjakovën, ta dini. Dhe është vranë vitin 1870. Ka një baknuar Hysen Kurtit, ka një baknuar Shaqir Curit, Shaqir Hussein, ka një baknuar Bajram Curit, ka një baknuar Hysni Curit, ka një baknuar dhe djemë me të nipave të Bajram Curit që kanë ndjekë në luftë nacional-shqiptare, janë konsideruar janë lidhë me lidhën e dytë Princetonit në krajin nacionalist dhe ata nuk ka fituar, po kanë ju kanë fituar dhe kontributet i kanë, po pavarësisht se nuk janë reflektuar në libra që ju duhet i reflektojnë. Tani, Bajram Curi, sot jemi ndjelë për Bajram Curi. Bajram Curi është njëri që ka dinë karrocë dhe këtu gratë e këtij vendi që ne i falenderojmë sot pasi 170 vjeç që e kanë marrë dhe janë për kujdes për fëmijë dhe ja kanë dhënë emrin Bajram sepse ka qenë nota e Bajramit. Në vetorin e vitit 1866, me qenë se baba i tij kishte hyrë në shosh bashkë me baraktarin e Krasniqës Binak Haqi te Alberto Kraki, që ishte një italian, sepse me ishte nga turqit, për me detyrue, për me udhërzue, ja kanë marrë familjen dhe ja kanë qurë internim, kanë djesh për i quë Nanado, i quë Turqi, dhe me qenë se një këtë djali kanë nënë një internim në prezent. Dhe kjo është njeriu që dinin karrocë dhe vdishën shpellë, njeriu që i dha gjithë shka Kobit dhe nuk mori asgjë për veti. Njeriu i pa njohur, i cili mas vdekjes tij
edhe kundërshtarët e tij nuk gjetën fjalë këqija me thonë. Një nga biografitë më të mira që ja ka bën kush, ja ka bën Fajkonica. Nuk e di kush e ka lexuar. Fajkonica thotë, një njeri thotë që nuk di të thotë as të shkruajë, as lexonte, sa do të thonë letra ato që i formoste me bulën e gishtit. Por fjala e tij thotë ishte një siguri absolute që nuk do të tratoheshe kur ta thoshte fjalën. Kështu, edhe është një njeri që në mënyrë të pamohueshme dhe nuk ka asnjë provë që ai ka bashkëpunuar me armiqtë e Kosovës, por gjithçka pat e dha për bashkimin për shtirimin dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kundërshtinë që i kishte në regjimin e Ahmet Zogut i ka pas sepse Ahmet Zogu erdhi në pushtet qëllimin e Pashiqit dhe nuk ja u kërkonte serbëve Kosovën. Pra ato ka dokumenta, një vajzë në ruar Marsis Jakovs tash e gruan me fëmijë, ka fëmijë të martuar, Vera Lusha, ka botuar 700 dokumenta nga arkivi i shtetit shqiptar, dokumenta reale, pa ndryshuar si që janë, 700 dokumenta që e zbarnin figurën e Baramcurit dhe e bajnë qose e kemi atë busin Baramcur 7 metra, të është një aboni tjetër 10 metra.